Vllaznia volejbollit për meshkuj e ka mbyllur me humbje javën e fundit të kampionatit, teksa është mposhtur në shtëpi nga Studenti me rezultatin 1-3. Megjithatë, pavarësisht rezultatit të kësaj ndeshje, Vllaznia vendase është e kualifikuar në fazën play-off. Sa i takon duelit të luajtur, u zhvillua një ndeshje luftarake ku në setin e parë doli fituese Vllaznia me shifrat 26-24. Megjithatë, Studenti arriti të fitojë të 3 setet e tjera rallëzi, 20-25, 20-25 dhe 16-25, duke dalë fituesi të gjithë ndeshjes me rezultatin 1-3. Me thënë drejtën ne kena hi me fitu, por ajo që ashtë, kjo ndeshje nuk ishte vlerë as për ne as për Studentin. Pasi vendet ishin vendos në marrim të kampionatit dhe ne tashti ne jena në para play-off jena me vendin e 3. Është Tirana në vendin e 3 që është një skuadër e mirë. Unë mendoj që vendi 2 që është Korça, Tirana vendi 3. Unë mendoj që ne nuk do të jemi në këtë gjendje. E vetmja gjë pozitive është si ne kena provu ma tepër lojën e qendër në pozicionet ndryshme, kur vjen topi parë në pozicionet ndryshme dhe ka funksionu ma tepër. Kena gjana për me riparu, po ajo që duhet të riparojmë është besimi në fitore. Pavarësisht se në këtë ndeshje ne kemi hi për të fitu, ajo përgjithësia e fitores dhe humjes nuk ekzistote dhe unë mendoj ky ka qenë shkaku kryesor i kësaj loje të dobët që ne zhvilluame. Ishte e vështirë sepse të dy ekipet dolin të fitonin. Neve rrezikonim diçka ke klasifikimi. Vllaznia luante më shumë për të mbrojtur atë traditë që ka që na ka mund ndeshjet e fundit në Shkodër, por ndoshta ne kishim më shumë dëshirë dhe u luajtë mirë nga të dyja palët, lojë e bukur. Për fazën play-off, kundërshtari i kuqebluve do të jetë Tirana.